fillojmë. Faleminderit edhe herë juve mediave që keni ardhur me na përcjell situatën reale që kena ne sot. Një minutë po sa të fol. Faleminderit që keni ardhur me na përcjell situatën reale që kena ne mbas rriollët sot. Sot edhe po kalon 2 javë që vazhdojmë me këtë problem. Po e dhanë një zgjidhje as nga institucionet shtetërore që kanë për detyrë me ja dhanë, si prokuroria dhe gjykatat. Ne do na më tregu gjithëve se këtë tokë nuk e lëshojmë rahat. Këtu kanë Santiago, na shnipi, dhe ka ardhur nga Anglia, ka lënë nënën e vet, sa ka atje. Sepse Santiago ka linë me pasaportë europiane dhe ka ikë nga Shqipëria në momentin që nëna vet nuk kishte një zgjidhje mjekësore këtu. Dhe sot Santiago ka ardhur sepse dim që tu ashtu ka çika le arrit gjyshi. Edhe jo ka thënë gjithë që na nuk e lëshojmë. E ka thënë këtë që është fëmijë dhe thona na gjithë që na mastina. I bëjmë thirrje prokurorisë Shkodër. Të lutem, trajtoje dosjen që e ke për një vitit në zyrat e tua. Studioje, shikoje dhe fol si është realiteti dhe jepja të drejtën këtij popullit. I bëjmë thirrje gjykatës që kena gjyqin me datën 19 të gjykata apelit administrative në Tiranë. Ju lutem, shikojeni si është e vërteta dhe na jepni të drejtën tonë. Gjykata ka atë ditë ka vetëm na dhënë një sigurim pa dijet për mu ndërprer punimet sa të flasin kolegëve që janë të trajtuar çështjen e pronës në gjykatat e ndryshme. Është në gjykatë parë, në apel gjithanë. Ju lutem, shteti shqiptar, kryeministrit Edi Rama, të vënë dorën në zemër për këtë popull sa ashtu kërku vetëm drejtësi, i bëj thirrje gjitha institucioneve ndërkombëtare, ambasadave të gjitha shteteve që janë në Shqipëri, ta shikojnë si është situata, t'i dalin mbrojtje këtij popullit, që se mbron askush, e shteti vet ashtu marr për kamë. Spaku, drejtësia e re, duhet me fol, me reagu, me marrë dorë këtë çështje. Nuk është normale që na 80 familje, kalu 80 familjeve, 80 e thona parafërsisht, por realisht jena shumë ma shumë, të dalim pa pronë, edhe të na vinë vetëm i zotni, Fatmir Shpeza, edhe të na thonë që janë pronarë tanë kësaj toket, e neve na thonë, nuk ju kena njoft ju token që keni përdor për herë, se ju nuk keni pas shefitarin lindor. Shefitari lindor jam unë, e kam tapin të det kolë se kam në shtëpi të vitit 1930. Kush ajo është gjyqtar që ka thënë nuk e kena njoft? Gjithashtu kena vendimin e gjykatës të vitit 1996 të pronës së det kolës. Qa ka dash tjetër gjyqtari për me gjithë shefitarin det kola, që me i dhënë drejtim deri diku në kësaj çështje. Ju lutem shumë institucioneve drejtësisë të mos bëhen palë me krimin, po të flasi si është e vërteta. Se do marrin në qafë tani ta banor. I kjo tokë nuk lëshohet me të lehtë. I kjo tokë nuk lëshohet me të gjyqësore në atë të apelit në Tiranë. Çfarë është bërë? Gjyqi që është këndje në apel në Tiranë, është një gjyq që është bërë kërkesa mu hap 3 muaj para se mu hap gjyqi Fatmir Shpelc. Gjyqtarja ka zvaritë dhe në ka hap shumë ma vonë. Ka kanë njëjta gjyqtare që ka pas me trajtu, që i ka dhënë pronën Fatmir Shpelc, voj Sava Kola, e them me zot lart, voj Sava Kola, se nuk është femën, as nuk është nanas, nuk është motër që ka firmosat të vendim gjykatet. Është kanë njëjta gjyqtare që ka pas me hap gjyqin, e ka zvarit. Fatmir Shpelc ja kanë në gjyqin për i vit, na jena sot alon gjyq. Është fisi malaj, janë kom shqiton. Tash ç'a mund t'i thona në kësaj drejtësi? Që ose ti ja dha për një vit ne pse vazhdojnë me na zvarrit? Të vazhdojnë t'i japin përgjigje. Të thonë që ose nuk ka fakte, po nuk mund ta thonë, sepse nuk ka një ekspert në Republikën e Shqipërisë që mundet të marrë me pa letrat tona, me pa letrat e Fatmir Shpelc, edhe me na thoni kjo është toka Fatmir Shpelc, nuk është e juaja. Ju cikët edhe më përpara që shpreheni si po zvarritet çështja juaj. Absolutisht që po zvarritet. Se për një vit nuk mund ta trajtote prokuroria e Shkodrës, ta merrta dosin ta trajtote. A mendoni se ka një po marret ana e një pale në vrasje konkret? Uroj që jo, nuk du ta vend dyshim, uroj që vërtet jo. Uroj që drejtësia të flasin ashtu si është e vërteta. Absolutisht nuk du me akuzu drejtësinë, prokurorinë e Shkodrës që ashtu majtan. Shpresoj vërtet flasin siç është e drejta, shpresoj vërtet shumë që gjykatësit të flasin siç është realiteti, një sigurim pa dijet është minimale që mundet me dorëzu me bën një gjykatë. As po kërkon asgjë, prit sa të flasin kolegët tu, ta shqyrtojnë çështjen në detaje sepse ai normalisht nuk do bëjnë shqyrtimin e çështjes në detaje, por ai ka të drejtë me u lënë kolegëve vet me trajtu çështjen. Vetëm kaq që ju prej 2 javësh po protestoni. Jeni drejtuar Spakut, keni shkuar në konvent, jeni drejtuar gjykatës, prokurorisë. Çfarë do të bëni? Si do të vijoni? Tani, hapi i radhë që ne do marrim është të gjitha institucionet ndërkombëtare që janë në Shqipëri, përfaqësuesit e Këshillit të Europës, gjitha ambasadat gjermane, ambasadat angleze, suedeze, do ju shkruajmë gjithave. Do vazhdojmë te kontrolli i lartë i shtetit,
do vazhdojmë të gjitha institucionet që mund na japin pak drejtësi dhe në qoftë se ne nuk marrim asnjë përgjigje nga këto institucione, pastaj na ngelet dy duart për i kryer të ulën para spakut grevorie gjithë banorët deri kur na marrin spakun dorë të japin drejtën çështjes. Kur jeni drejtuar, Për të mos thënë, sepse nuk du ta them dhe nuk du ta mendoj që këtu do ketë gjakderdhje nga banorët. Nuk kur e jeni du drejtuar kuvendit keni qenë së bashku edhe me banorët e Durrësit. Ato sfumi kanë realizuar një takim me kryeministrin Edi Rama. Po ju keni pretenduar pas një zgjedhje, takimi me Edi Ramën, për ata ishte pas zgjedhje. Po ju, ndoshta do të ishte diçka që mund vete për ju. Duke qenë se ne problemin e parë kena me zotin Fatmir Shpellë, nuk du të them ma zotin, nuk po ndjes, me Fatmir Shpellën, me Milin e Milës, se njohin ma mirë kështu se Fatmir Shpellë se njohin shumë, ne njohim ne nga dokumentat. Me qenë se problemin e kena me këtë tipin, na dona që këtë zgjidhje me dhënë drejtësia. Qeveria ka kanë ndjenjë të problemit, ka kanë ndjenjë situatë edhe ka firmos të ndërtimit. Çfarë mundë me pritur më nga kjo qeveri? Belinda Balluku duhet ishte shkarkuar, nuk duhet ishte në pozitë sepse na dole na promovun drejtësi are, ardhmja Shqipërisë, u bau, kthy, na ban drejtësinë, shpëtum thamë, erdhi dita dhe për shqiptarët. Tani kjo drejtësia i kërkon atij shkarkoje mos e vën detyrë, ai e vën për të firmosur edhe për të dhënë ca firma të tjera. Kështu që çfarë kërkojmë ne nga ajo qeveri? Nuk është se nuk i kena bërë thirrje, nuk është se nuk kena kërkuar dhe me ata një takim në gjë, ata nuk na kanë injoruar komplet. Na kanë injoruar dhe ne tash do vazhdojmë luftën tonë me drejtësinë. Pastaj nëse drejtësia nuk don me na dhënë drejtën tonë, do t'rregojmë se kush jena. E ka treguar historia se kush jena. Başarın. Başarın çok varsa sen bir boyun. Ti mu pse vjen në mshtar kur unë nuk preku. Po jo më jam rrugë, ne kërkoj punimin për një shkollë, bab kanë plot gjyqi, plot katra gjyqi. Ju ka bërë punë jushte. Nuk ka një vendimin sepse ai tjetër jep lek. Ata që i bajnë ka punëtor, ka janë mërojt e këtyne, që vetë, i bajnë, men i pro policia që ku që vjetë. I bjen e oligarë ku i bjen, i bëha me makinë e tjene. E në gati, Denis?